Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të mësoj të enjte në orën 10 nëse do të lirohet apo do të vijojë të qëndrojë në qeli. Ky ishte vendimi i marrë nga gjyqtari Engert Pëllumbi në seancën që zgjati më shumë se 3 orë. Në ditën e dytë të seancës gjyqësore, trupa gjykuese ka dëgjuar palën mbrojtëse përfshir vetë kryebashkiakun Veliaj. Mësohet se kryebashkiaku Veliaj ka kundërshtuar provat e reja nga SPAK, me pretendimin se prokuroria e posaçme ka përgjuar një muaj bisedat familjare, që sipas tij kanë të bëjnë me intervistat në media. Më izoluat një muaj në burg që të gjenit prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe e konsideroi si organizatë kriminale. Çfarë gjeti? Pse nuk u konsideruan provat e reja sulmet e Berishës ndaj SPAK, por ju keni konsideruar provat e reja çimkat dhe telefonatat e mia me djalin dhe familjen, interesimin tim për intervista në televizionet kryesore. Unë jam ende kryetar bashkie në detyrë, i votuar nga çerek milioni njerëz. Unë i qëndroj çdo postimi që kam bërë në rrjetet sociale. Nga ana e tyre, prokurorët e SPAK nuk kanë ndryshuar qëndrim duke kërkuar që kryebashkiaku të qëndrojë në të njëjtën masë arrest në burg. Në kahun tjetër, pala mbrojtëse kërkoi zbutjen e masës së sigurisë duke ofruar edhe garanci pasurore. Sipas avokatëve, kryebashkiaku nuk ka rrezik për prishje provash apo largim nga vendi. Veliaj u arrestua më 10 shkurt i akuzuar për 2 vepra penale, atë të korrupsionit pasiv në 9 raste dhe pastrim parash. 2 ditë më vonë u verifikua masa arrestit me burg ndaj tij në GKKO, ndërkohë që për bashkëshorten e tij, Ajola Xoxa u caktua masa e detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë vendit.